pjesë e mirë e çunave janë të dedikuar me futbollin, por ja, doli rasti im për shkakun që isha i tmerrsisht i marrosur mas arteve, mas medias dhe në fund fare thash s'ka bëhet tjetër edhe për futboll, nuk është e thënë. Megjithatë, nuk është rasti i Gersi sepse ai ka qenë futbollin dhe që është sot më të përshëndes. Si e? Mirë. Kënaqësi do të kem. Je i zënë me kohën, do të falenderoj që më ke ardhur, se di që je shumë i ngarkuar. Je i ngarkuar besoj. Jo. Okej. Mendo, thash se mos do të thoshte që jam shumë i ngarkuar. Mirë. Si e? Ç'a bëhet? Si të shkon gjithë rrugëtimi shkollor njerëz, kjo është më e rëndësishme për ty. Mirë. Je nga ata çuna që je pak kështu gangsta dëgjon muzikë? Po. Je? Bravo, ç'a këngë dëgjon më së tepër, ç'a muzikë dëgjon? Gjoj Noise. Noise. Po. Okej, Noise nuk është keq është. Ja. Pëlqen Noise. Tani ti ke marrë një çmim, po e ke marrë në vitin 2024. Po. Ti ka qenë ai Mister? Mister Kids Krenaria Shqiptare 2024. Dhe si ishte për ty ky çmim? Super, nuk e prisja. Po, Emocionove besoj. po shumë. Çfarë po mendojnë ato momente para se të rritej emri jot edhe numri jot? Po më rrifte zemra shumë emocione, gjitha. Po shpresoja. Po inshallah, po fitoj. Edhe çfarë tha pastaj mami në fund kur u dha çmimi? Nuk kënaqem shumë. Babi bërtiste. Bërtise babën e emocionet, se e pëlqeu shumë. Po. Okej, ishte një rrugëtim që ti e shijove në gjithë rrugëtimin tënd deri në tani, pra e ke përjetuar se diçka të veçantë apo ishte një gjë momentale dhe kaq? E veçantë se më pëlqeu shumë Po të bëri eksperiencat. të bëri që të mendosh që në të ardhmen ti ndoshta mund të ndjekësh këtë rrugë, për shembull, të dashurosh Po, si më gjë. bëri, po. Po shumë. Dhe çfarë do të ndjekësh ti në të ardhmen nëse jemi dis futbollit edhe modelingut? Modeling. Modelimi e ka ndarë. Po. Po ti bën kurs futbolli apo? Po. Po pse e bën Po kurs e futbolli? bëj sepse të angazhohem në bërë. Okej, që ti je aktiv. Po. Sa herë në javë shkon? 3 herë. 3 herë. E bën një gol, bën gol aty. Po, Apo e për tjerë. Jo, jam serios. Sulmus. Sa gola ke bër? Varet se bie, Ke bër shumë. a bie ndeshje. E një gola shënuesi mirë? Po. Tani nëse të vjen një ofertë e mirë për të qenë pjesë e një skuadre të mirë, e në krau tjetër vjen prapë një ofertë për të bërë një aktivitet të tillë shumë me modelingu, këtë do zgjidhet. Modeling. E ke vendosur. Po, në vendos. Po pse të pëlqen kaq shumë? Po, nuk e di. Maga shtyp kuriozitetin vetë. Kush të ka mbështetur më shumë në këtë rrugëtim? Mami. Po dhe babi, po, pak më shumë mami. Kanë qenë të dy bashkë. Po, të dy, po. Pak më shumë. Në më të zbulosh pak çfarë ka menduar shoqëria, shokët, shoqet kur morën vesh se ti dole fitues. U manhit në gjithë se prisin se. Thoshin, kot që shkove, se këshu ashtu. I thosha unë, po hërë, po tash që fitova, që do thoni? Si thoje po herë po tani, ha? Po. Se të kishin nga ata që ishin mosbesuese, thoshin po. Po. 2-3 vete. Drejtë, çfarë do i thoshti tani atyre? Tani është momenti besoj të japësh një mesazh. Shi kam fituar. Ja që u arrit ka diçka, ha? Po. Bukur. Tani kjo është diçka që ti besoj të ka kënaqur padyshim ti e the, në krau ti të ke edhe sporti, në kohën tjetër të lirë çfarë bën, me çfarë janë angazhuar më së tepër? Çfarë hobi ke? Ke diçka që është e veçantë Ja. Rri, në futboll? Në top. vetëm me futboll, rri, los tek shtëpia, me top në borë. Tani do më tregosh të vërtetën. Me lojra, luan me lojra. Loj. Ah, Loj. e ke tepruar çik? I qik, po. I çik, është mirë pa në. I çik fare. Por nuk do luash kaq shumë. Bën më mirë të luash futboll edhe të angazhohesh. Po. Kush të vërtet më shumë për këto video game për lojra? Thot njëri mos ngele me celular, me tablet gjithkohës. Mami. Mami. Ajo që të mbështet më së tepër me ajo dhe thot kujdes të kujdes aty. Po. Okej, me mësimet si je, më trego pak për shkollën? Mirë. Super. Çfarë klase je? Të pest. Klasën e 5. Je mirë në mësimet vërtet apo më them? Jo shumë. Shumë mirë. Mirë. Po. Kush është nxënësi më i mirë i klasës? Është një Noel Blaka. Ai ka të gjitha 10-a? Po ti si ke? Mua prish vetëm frëngjishtja. Edhe frëngjishtja ta prish? Frëngjishtja është shumë e vështirë. problemi. Shumë e vështirë. Di ndonjë fjalë frëngjisht? Vetëm bonjour. Bërë shumë atë Kaq. në kështu. Gjëra se Po, natyre. është gjuhë e vështirë edhe. Është gjë e vështirë. Është do intonacion shumë. Okej, ndërkohë me lëndë të tjera besoj e mirë. Super, po.
Me cilën lëndje më mirë? Matematika. Matematik. Po. Gjithë matematikën e urrejmë, thotë jam mirë matematikë, nuk e di se si jam mirë. Sa bën 77? 49. Nga munduar gjithë jetën më shpejt. Vjen një moment ta thotë regisht se sa bën. Ja se ta zbulon në sekondë. Nuk vësh se do ndjekësh në një rrugë ku matematicieni kur të rritesh, ose është pak e vështirë me shifra apo të Nuk e di. Edhe mund ta ndjek, po varet si Edhe të dalë gjë rruga. Ha. Çfarë bën më së tepërmi kur je i mërzitur, kur nuk ke mundësi po të bësh atë që do, pra si e kalon? Iki dalë gjërë me bicikletë. Me gjëra me xhilet. Okej. Tani ju falenderosh ti nga gjithë ata që të kanë mbështetur në këtë rrugë. Shokët gjithë, edhe mësuesen, prindërit e mi, gjithë edhe familjarët e mi, më shumë mamin edhe babin. Se ata kanë qenë mbi kokë për më. E vlerëson ti gjithë atë punë që ata bëjnë për gjë? Po. E kupton, ëh? Po. Që lodhen. Po. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Me gjuhë të huaja si, e? Mirë po. Aja frëngjisht e ma prish. Ajo ta prish, ajo frëngjisht e është nga bërja e Se gjitha 10 do i kisha. Po prapë ti ke mundësi ta rikuperosh, apo ta rregullosh atë. Futesh në kurs. Se ka edhe kurse për frëngjisht. A kurse për frëngjisht, do që ta rregullosh atë gjë. Dua se ajo, jo, një gjë e vogël e prish gjithë të madhe. Kushtu libra të tjerë jashtë lexon apo nuk? Lexoj, është ditarin e grek. Ditarin e grek. Po Zion Blum, çka ka? E pëlqen. Po. Ata është shumë. Sa e rëndësishëm është një libër për të? Varet se nuk para i lexoj shumë, po 5 ka 10. Okej. Tani, nëse ti për shembull do të kishe mundësi të zgjidhje vetëm një profesion. Po. Duke marrë parasysh edhe futbollin që ti e ndjek, në krau ti të njeh vetëm matematikën, Po. modelingun po ashtu, tani që bëhet intervistë ndoshta edhe media të futet në qef. Çfarë do zgjidhje? Modelim. Nuk ke çdo na modelingu, ëh? Ja. Pse ka shumë pas pëlqyre? Rash brenda sa u futa. Ore ti mos pëlqen ndonjë vajzë aty dhe nuk ai tregon. Jo. Mos është ndonjë kështu nga këto elementet e fsheta, Jo. nuk ka lidhje. S'ka. Okej. Mirë. Je gati të përballesh me sfida, se këto janë sfida të vështira që ndjekësh. Ja. Tani supozo se kur është momenti final. Po. Ti do t'japësh një çmim. Nga gjithë ata që ke patur aty në garën tënde vjet, pra në 2024 kur e ke bërë. Ku do ja jepë një çmim? Çmimin tënd për shembull, ku do ja jepë nga ai mend? Personazhet? Për vetë do e maja. Sinqeriteti në radhë parë, domethënë të pëlqen ta marrë. Okej. Tani me skuadrat e futbollit si janë? Ndjek shumë futboll në Shqipëri apo ndjek jashtë Shqipërisë, si ke më së deri? Çfarë të thonë? Shqipëri, jashtë shtetit i ndjek gjëra. Më trego pak më tepër çfarë ndjek kryesisht, kush të pëlqen më së shumti? Mu pëlqen Real Madrid. Real Madrid. Keni lojtar të preferuar? Ta. Mbappéja vin. Mbappé. Ta. E zoti Mbappé. Pse të pëlqen? Ma ka marrë se është i kushërim Ergi Llaha, por kopje nuk... Vetëm ato flokët ja prishin se Ka ngjashmëri thua? Po. Po shumë. Do duhet bësh edhe ti një ditë shumë kaq i famshëm, kaq i suksesshëm. Po. Po duhet shumë punë ama, ti e di që duhet shumë punë. Po. Je i gatshëm të sakrifikosh. Po. Po do të thosh një gjë tjetër, ngele duhet më thënë vetëm po, jo, ke emocione, çfarë ke? Ç'të them? Na bëj pak bisedë more. Unë neva këtu break det tash do të naqemi, do bëjmë një bisedë kështu si naço. Ti vetëm po, jo, ndoshta nuk s'më ke qef mua shoh të. Jo. S'është kjo. Kam. Okej. Nëse do bëje për shembull një prezantim interviste, do ta bëje dot? Ose supozojmë se më ke mua të ftuar. Do bëj. Ose një Mbappé ose një personazh që duash ti. Do bëj. Do gati për shembull te kamera jote është atje, referohu atje ku flasësh, edhe 3, 2, 1, fillon. Gel duke pyetur. Si? Rri duke pyetur ata. Po jo, po pyet, do të bëj një hapje, për shembull përshëndetje, jemi gati bëjmë intervistë. Tu ja ku je tani? Jemi gati në intervistë dhe këtu kemi të ftuar. Kemi të ftuar, shumë si ka. Po. Okej, mirë se pak të bërë një përpjekje tentativ, po ti më së tepër me sa unë po kuptoj je tek modelingu edhe tek sporti. Po. Më trego pak edhe diçka të fundit para se ta mbyllim, të japësh një mesazh për gjithë miqtë tu. Çfarë do thanë në shtëpi kur shkove atë ditë? Na që shumë se pris. Po, besoj fare. Por i kërkove në lekë aty në shtëpi sa tu fitova shpim apo s'je nga ata që
kërkova. Okej, jemi mesazh për gjithë shokët, shoqe, çfarë do t'i thosh atyre, ndoshta të jenë motivuar, mos e Të motivohen në angazhime me sportin, me kurse të ndryshmeve. Të rrinë duke ndjekur gjëra sportive. Kjo është gjëja më e mirë që mund të jetë. Jemi gati në mbyllje të kësaj interviste, e cila ishte padyshim shumë e bukur dhe e veçantë. Me rigese, me emocione dhe me çiftësi që karakterizon një fëmijë. Në ditën e futbollit të ardhmen ose një model i suksesshëm. Who knows? Music licensing reimagined.